Na keni ndalë ti edhe kryetari jëtë për parim Rama. Po jo, mos gënje se këshuri letrën që ta kumë që zyrtari. 51%. Qysh nuk të vjen tër pak, me dalë dhe me folë gjana. Po e di që s'vjen tër. Zonja Nagovc. 17 vite për para, janë investu ma pak se 2 milion euro. Sa qerdhe? 4 qerdhe. 160 qerdhe ku janë. Përgjizna. 60 vjetë kryeministër. 4 qerdhe kanë qenë për 17 vite. Ne kemi investuar në 75 qerdhe. Unë personalisht, si ministra arsimit, kam shku te Bedri Hamza, kandidati juaj për kryeministër, kur ka qenë kryetari Mitrovicës, dhe i kumë thonë mi gjej lokacionet për ndërtimin e qerdheve. Kumë shku dhe të përpari Rama. Dhe të Bedri Hamza. Sa qerdhe i keni ndërtu? Ministra, është veç pyetje e thjeshtë, sa qerdhe i keni ndërtu? Lutem, mos se ban zhurmusin. Jo, veç pyetje shumë e thjeshtë. Çka ka ndodhur? Lani me u përgjigj. Pra, ne kemi investuar në të gjitha qerdhet ku kemi pas kërkesë prej komunës. Ligjërisht nuk kemi të drejtë me shku në një komunë me ndërtu qerdhe. Në shtime i kemi ndërtu 5 qerdhe. Rënë Mitrovicë te Bedri Hamza. Te Bedri Hamza rrim konkret. Bedri Hamza nuk e ka sjell as një kërkesë. Zonja Lështaku, që ku kam letrën që ju kum dërgu juve personalisht. Unë nuk e kuptoj. Po, dhe të kom të me njerë përgjigjesh. Si mund të delni në emision edhe të falni ku janë qerdhet. Veç sa qerdhe pyetja shumë e thjeshtë. Sa qerdhe i ke ndërtu në 6 vjetë qeveritje? Veç që ka që thjeshtë. Në komunën e Prishtinës kemi fillu investimin e qerdhes. Një vit e gjys. Nuk na keni jap lejen me vazhdu punën. Që ku e ki letrën, 51% abishma publike. 51% Qysh nuk të vjen tër pak, me dalë dhe me folë gjana. Po e di që s'vjen tër. Zonja Nagovc. Veç pak, koha jo te kaloj? Koha jo te kaloj. U përgjigje, 75. Ne Arbrije, kaloj koha jote, veç pak 30 sekondat personalisht. Arbrije, u kry koha jote, u kry koha jote. Personalisht, si drejtoresh arsimit, na keni ndalë ti edhe kryetari jëtë për parim Rama. Po jo, mos gënje se këshuri letrën që ta kumë që zyrtarisht. Po, edhe përgjigje ke marrë me njerë. Përgjigje ke marrë me njerë. Dhe aprovimit ta kom shu unë. Me njerë ta kom shu aprovimin. Një vit e gjys, nuk na keni jap lejen ndërtimore në komunë të Prishtinës. Përgjigje ke marrë me njerë, prime. Me njerë ke marrë përgjigje. Po jo, 51% si mjafton me ndërtu qerdhe. Kaloj koha jote, veç pak. Përmbi njën e tjetëri po fjesne. Arbrije. Por është të të me thonë ku janë qerdhe. Mirë, kjo po do të përgjigj. 160 i keni për përgjigj. Veç pak. Nalu, Arbrije, veç na keni ndalu me ndërtu qerdhe. Nalu, 30 sekonda. Qeverinë e Kosovës. Arbrije, e nalë mikrofonin, vetëm pak. 30 sekondat e Jehonës, mos ndërhyj, vetëm pak. Jehona e kryn se ishte debati për komunën e Prishtinës. Qa ka ndodhë mandej për Mitrovicën? Veç pak Arjan pret përfundoje 30 sekundë. Jo, ne këshëm pyetje. Pra pozir e vazhdojnë ten sepse e kryve tondën. Mi pas prioritet qerdhet e Kosovës, i ke premtu 160, bon task force të veçanë si qeveria e Kosovës. 51% je qeveria e Kosovës, krejt komunave ja u bon planin për qerdhe. Leta përfundon. Dhe, kur nuk ke potencial me shty qerdhet, ndërtimin e qerdheve, s'ki komunikim me komunat. Gati komunën e Ferizoj, që po e marrë me që nuk është hiç LDK. As një iniciativë se keni pas, as një qerdhe se keni ndërtu. Komunat tona. Prit, Turo, 30 sekonda prapë. Se është shumë e ndryshme. Edhe një herë, Arbrije, të lutëm, mos i ndërhyj e merë fjallën. O si ka bo pra, e pra, i kemi boj, si ka bo mërë, si ke bo, si ka bo qerdhe. Unë nuk besoj. Folni për një tjetëri. Me shumë respekt, 10 sekunda, veç 10 sekunda. Se i kom verifikuar me krejt, as 10 sekunda. Koha e Arjanit 30 sekunda, mos folni për një tjetëri. Na dohet me pos kujdes, edhe dohet me tregu integritet, dohet me fol saktësi. Zonja Nagovci ka qenë ministre e arsimit, edhe po thot, unë kur kum bo kërkes komunë të Mitrovicës, ju nuk ma keni qu as lokacionin e as një kërkes. është tërsisht e pavërtet. Qa i keni qu? Ja kena qu lokacionin, e ka njës punën, e kalon blokat kuq. Të më qëj gazetorët këshyre, që 5 vjetë të shkolla Migjeni, është qerdhja që është njës, prej Ministrisë të Arsimit edhe mbet në bloka, dhe që ka njës me bo filme edhe kanë lonë që aty. Do më thonë, pas kum qu kërkes, e pas kum do lokacionin,
e pas ke nis punën. Vetë sa thani pas akcit, tërësisht, na duhet me pos integritet bre, me kon korrekt, po çoj gazetorët, unë po të sfidoj, çoj gazetorët që tash, mes shkollës Migjini, edhe mes shkollës teknike në Mitrovic, qerdhja e ministrisë të arsimit është në bllokat që 4 vjet. Pro e keni nis, keni bo politik, nuk e keni përfundu.